tjera këshilla do të marrim tani përmes Eva Ekonomi, që është specialiste, eksperte për kujdesit shtëpiak dhe merret me shumë gjëra në fakt, po për temën e sotme do ta prezantoj kështu. Mirë se erdhe, Eva. Mirë se vjeta. 2 këshilla të vlefshme do të merrni sot, si të kujdeseni për peshqirët tuaj, të cilët duhet të jenë të butë, të freskët, të kenë dhe aromë të mirë. Efekti i thithës është më të na rëndësishme. fshin të na përthithin më mirë lagështirën, kur ne pastrohemi, lahemi, dhe po ashtu do të kalojmë në këndin tjetër për të treguar në një truk natyral. Është ai sezoni tani që pastrohet me themeli shtëpia edhe jastëkët nga dimri i gjatë, sigurisht marrin shpeshherë edhe nga vjetërsia, por edhe nga përdorimi i pakujdesshëm zverdhen. Na duhet që ti shkëlqejmë dhe jastëkët. Për te i këllëfit, çfarë do ta tregoj Eva, do të na ndiqni deri në fund. Tani pse është e rëndësishme për të folur për peshqirët, sepse një për pastërtinë, e dyta për mikroorganizmat që kanë dhe sa shpesh duhen ndruar. Kjo është pyetja e parë që kam. Tani, duhet të dim njëherë se çfarë ndodh, domethënë kush i prish peshqirët, cilat janë ato, domethënë që i prishin peshqirët. Tani, detergjent me shumicë. Këtë e kanë anvisat, domethënë e kanë mani për t'i futur sa më shumë detergjent. Sepse mendojmë se lahen më mirë. Edhe peshqirëve, po edhe robave. Kot nuk është masa e dur, domethënë që kanë detergjentët, po ashtu dhe zbutësi. Zbutës nuk duhet... Zbutësi? Po. Sidomos peshqirët i prish, sepse i prish këtë efektin thithës, këto mbaresat e fijeve, bëjnë të ashpra. Tani, këto të 3 peshqirë që kemi këtu janë të 3, tha Eva, shumë të ashpra, se janë përdorur shumë zbutës. Në sasi dhe në shpeshtësi. Tani, gabimi, ose ajo që ne mendojmë është që i hedhim zbutës që të qëndrojnë të jenë të buta, por qëndër ka e kundërta. Është e kundërta, po. Nëse doni që peshqirët të jenë të butë, në vend të zbutësit, pra në sektorin ku e lavatrices që është në sirtar, pra ku vjen zbutësit, të vini uthull të bardhë të distiluar mundësisht, sepse është më delikate për robat. Ajo Uthull na të i bardhë mban të më të distiluar. buta. Po, mban të buta. Dhe gjithmonë duhet... Aq më tepër që është një jo përbërës... në çdo larje, domethënë duhet ta keni parasysh këtë gjë. Jo gjithmonë në çdo larje. Pra kur e shihni që po ashpërsohen, po nuk e kanë atë efektin thithës. Po. Pra, këto. Gjë tjetër, peshqirët nuk duhen përdorur për të fshirë makijazhin, edhe kjo gjë i prish. Që përdoret shpesh, pra pasi për kujdesi larje të fytyrës, përdorim dhe peshqirët të cilët ndoshta edhe njomen pak me ujë të nxehtë, fshihet makijazhi dhe lihet përsëri ashtu për t'u tharë dhe përsëri përdoret. Po, edhe te uji i nxehtë do kaloj, nuk duhet përdorur temperaturë shumë e lartë. Për peshqirët? Po, për peshqirët. Cila është temperatura në lavatrice që duhet të zgjedhim? 50-60 gradë. 90 gradë janë përdoret vetëm për njolla tepër të forta. Jo vetëm për peshqirët, për veshjet e tjera, për çarçafët, pra, se thonë për shembull, jo, po pse është vënë temperatura 90 gradë? Është vënë vetëm për këtë gjë. Domethënë, jo për t'i larë gjithmonë në 90 gradë. Të bardhat që themi ne, se i lajme 90 gradë ato bëhen më të pastra. Edhe prishen robat, çarçafët, shtresat të gjitha, por edhe dëmtohet dhe lavatrice. Çfarë ndodh nëse peshqirët janë të lagur, pasi kemi fshirë fytyrën, pas edhe duhet të tregojmë se si që ne të thithim thjesht lagështirën e fytyrës dhe jo ta fshim të tillë sepse dëmtojmë edhe lëkurën tonë. Çfarë ndodh nëse nuk ndrohen shpesh? Se janë të destinuar peshqirët është një krijohet myk. Burim i organizmit direkt, domethënë. Me njerë vjen ajo era e lagështirës, dhe pastaj normalisht jashtë. Sa shpesh duhet të ndrohen peshqirët? Tash, pas çdo larje duhet të varet, ka peshqir duash, ka peshqir banjoje, ka peshqir guzhine, domethënë këto të gjitha janë të kategorizuar, pra duhet i kategorizojmë. Edhe në procesin e larjes, nuk do t'i fusim gjitha me një vend. Peshqirët e banjos dhe me të guzhinës. E vërtet. Edhe në guzhinë kemi peshqirë që fshim duart, kemi peshqirë ose me mikrofibrë, kështu që për banakët. Domethënë janë të gjitha të kategorizuara. Pra nuk duhet të lahen bashkë me njëra tjetrën. Jo, absolutisht, sepse kalojnë mikroorganizmat që kemi në guzhinë me mbeturinat me to, te peshqirët e banjës. A duhen me kurosur peshqirët?
Peshqirët në fakt, prap do kaloj te temperatura. Pra nuk duhen me temperaturë shumë të lartë. Domethënë dhe ekuri nuk e pranon, nuk i dëmton ato mbaresat e fijeve që ti përmende, kështu që është një mënyrë. Do të përmend edhe një lartë si zakonshëm në lavatriçep. Do të përmend edhe një fakt tjetër që, domethënë, habiten që pse nuk janë të butë direkt, domethënë mbas disa përdorimesh peshqirët. Sepse i shohim në dyqan që janë shumë të butë. Pse? Sepse kanë një shtresë si silikon. Sipër, edhe këtu në e kanë futur. Ai silikoni mbaka të butë. Dhe patjetër duhet i lajmë peshqirët e rinj. Jo të përdoren direkt sa po bien. Ashtu sikurse edhe robat, po. Po kjo patjetër, sepse duhet të hiqet ajo shtresë që nga fabrika. Silikonit, që më pas që i mban aq të butë. Ky është sekreti që tani dalin të ashpër, pastaj tani na dalin të ashpër, por gjithsesi edhe zbutës i tepërt, nuk është se i mban ata më të butë, po thjesht i dëmton se do të shihet tek larja e radhës. Sepse e përdorin dhe me shumë sasi zbutësin. Si detergjentin, si zbutësin. Okej.